رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahu Xhaleshanuhu, atë e falenderojmë, veç nga Allahu Xhaleshanuhu falë dhe i kërkojmë. Salavatet dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Vëllezër besimtar, do të vazhdojmë edhe sonte në këtë natë të bekuar të Ramazanit, duke shpjeguar një emër tjetër të bukur të Allahut Xhaleshanuhu, i cili e ka emrin El-Hajj. Emri i bukur i Allahut Xhaleshanuhu, El-Hajj, në gjuhën tonë ka kuptimin i gjallë. Ky emër i bukur i Allahut Xhaleshanuhu përmendet në Kur'anin famullar, përmendet edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri El-Hajj, i gjalli, është Allahu Xhaleshanuhu, i cili është i gjallë me gjallërinë e tij përhershme, është pa fillim, është pa mbarim. Allahu Xhaleshanuhu është i gjalli i vigjiluesi. Allahu Xhaleshanuhu nuk e ze as e kotja, nuk e ze as gjumi. Allahu Xhaleshanuhu shka ka në qirin tokë, kush mund ndërmjetësohet tek Allahu Xhaleshanuhu, po s'më lejen Allahu Xhaleshanuhu. A e din se çdo gjë ndodh me emrin të Allahu Xhaleshanuhu. Asgjë nga dija e tij nuk mund të përvetësojë pos se ta do. Po shteti Allahu Xhaleshanuhu përfshin gjithë tokën, kur ne nuk lodhet, duke i përmbajt, duke i rujt, nga se Allahu Xhaleshanuhu është i larti, është madhështor. Në surën El-Ghafir, ajeti 65, Allahu Dhul Jalal drejtohet me këtë fjalë dhe thotë: Huwa el-Hayyu la ilaha illa hu. Allahu Xhaleshanuhu është i përhershëm, i pa fillim dhe i pa mbarim. Këtë emër të bukur të Allahu Xhaleshanuhu nuk mund ta ketë askush tjetër për krijesat. Secili prej nesh e kemi një datë fillimit, po e kemi edhe një datë përfundimit. Kemi datën e lindjes, kemi datën e vdekjes. Çdo krijesë tjetër nëse e morëm edhe shfletojmë edhe shikojmë, jetësia mund të jetë kaq ose aq. Mirë po, sikurse që ka fillim, një ditë e ka edhe mbarim. Kurse Allahu Dhul Jalal, nëpërmjet këtij emri të tij të bukur, El-Hayy, i gjalli, ne e bën me dijen se jeta e tij është pa fillim, po edhe jeta e tij është pa mbarim. Nuk ka fillim jeta e Zotit, po s'ka edhe mbarim jeta e Zotit. Shumë krijesa i shohim këtë botë, janë, një ditë nuk janë. Shumë baballar dhe nana ne i kemi përcjell, edhe neve një ditë do t'na përcjellim, sepse të gjithë ne jemi që e kemi një fillim. Dhe çdo mend se ai që ka fillim, do ta ketë në mbarimin e tij.
Edhe na si krijesat zgjedhta të anës së Allahu xhaleshanu që na ka zgjedh, e kemi fillimin tonë, po e kemi edhe barimin tonë. Vetëm Allahu xhaleshanu është i përhershëm, i cili nuk ka as fillim, nuk ka edhe mbarim. Lumja i cili e kupton këtë emër të bukur të Allahu xhaleshanu ta dije se Zoti është pa fillim, Zoti është pa mbarim, Zoti është i përhershëm, Zoti është i gjallë. Allahu xhaleshanu është i gjallë, i përjetshëm. Jeta e Allahu xhaleshanu është e përsosur. Jeta jo ka të neta. Jeta jo ka probleme. Jeta jo ka hallë. Jeta jo ka dete. Jeta jo ka naksamllëke. Të përditshme. E jeta e Allahu xhaleshanu është e përsosur. Asnjë naksamllëk nuk e ka jeta e Zotit Gjallë. Allahu xhaleshanu nuk i nështrohet vdekjes. Ne si krijesa i nështrohemi vdekjes. Sado që t'jetojmë, një ditë do të largohemi prej kësaj bote. Sado që t'jemi në këtë botë, një ditë do të me lanë këtë botë. Gjithashtu, ne i nështrohemi smundjes, neve na ka pru smundja. Shpesher do kjo smundje ose ajo smundje, ose një smundje që ja di imeni, një smundje që ja di imeni. Kurse Allahu Gjallë si krijues është i shman për çdo smundje, s'ka asnjë smundje nuk i bën Zotit xhaleshanu. Sepse Allahu xhaleshanu nuk varet për kur një çfarë rrethon. Jeta e Allahu xhaleshanu është e përsosur. Jetën e Allahu xhaleshanu janë përfshime të gjitha atributet të cilët janë përsosur. Shembull, dëgjimin Zoti Gjallë ka të përkrijë, shikimin e ka të përkrijë, diturinë e ka të përkrijë, e shumë tjera. Kurse ne si krijesa, të gjitha këto i kemi na ka dalluar Zoti Gjallë me dëgjim, mirë po dëgjimin e kemi të kufizuar dhe kur mund me një. Shikimin e kemi të kufizuar dhe kur mund me pa. Dijen e kemi të përkrijme, dijen e kemi përkufizume dhe kur mund me logjiku. Nuk mund krejt një ditën. S'ka shans një njëri krejt një ditën. Atarësie, Allahu xhaleshanu është i përsosur si në dëgjim, si në shikim, si në dije, e kështu me radhë. Në surën e dytë, në surën Ali Imran, Allahu Gjallë thotë: Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Nuk duhet mu adhuru tjetër kush përveç Allahu xhaleshanu i cili është i përjetshëm, i pa fillim dhe i pa mbarim. Këtu Allahu Gjallë ne bën një ftesë veçantë se cilit prej neve që i kemi besu Allahu xhaleshanu, se cilit prej neve që i kemi dhënë besë Allahu Gjallë dhe thotë, nuk Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhaleshanu. Dhe nuk ban tjetër kush të adhurohet përpos Allahu Gjallë. Nuk ban të adhurohet as kush tjetër përveç Allahu xhaleshanu, i cili është i përjetshëm, i cili është i pa fillim, i cili është i pa mbarim. I vetëm Zoti i ka këto emra të bukur dhe këto cilësi të bukur. Askush tjetër nuk mund t'i ketë këto cilësi dhe këto emra të bukur përpos Allahut Gjallë. Gjithashtu në surën e Furqan, ajeti 58, Allahu xhaleshanu thotë: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdihi." Dhe mbështetu e vloj shpresat e i përjetshmi i cili nuk vdes kurrë dhe madhroj lavdrinë e Allahut. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu Gjallë na i bën dije që ne
do të mbështetemi dhe shpresat t'i kemi vetëm të Zotit Gjallëshan, i cili është i përjetshëm, i cili nuk vdeskon, i cili meriton të lavdrohet ditë e natë. Dhe ne si besimtar e kemi përgjogjë që shpresat tona t'i varim tek Zoti Gjallëshan. Shpresat tona t'i kemi tek Allahu Gjallëshan. Shpresat besimtarit zguxon mi pas tjetër kohë. Shpresat do t'i ketë lidhje me krijuesin e tij, me krijuesin e gjithësisë, i cili është i pafillim, i cili është i pambarë. Cilët janë frytet e imanit me këtë emër. Sto mend se secili emër i bukur i Allahut Gjallëshan i ka frytet e saj. Prej fryteve të emrit të bukur të Allahut Gjallëshan është që Allahu Gjallëshan pikë parë është i gjallë. Allahu Gjallëshan është me jetë plot. Allahu Gjallëshan është me jetë përhershme. Ndërsa të gjitha krijesat vdesin, harxhohen, shkatërrohen, pavarësisht se janë gjalla apo të ngurta, siç e ka përmendur në shumë ajete kuranore Zoti Gjallëshan. Mesin e tyre ku thot në surën Ar-Rahman, ajeti 26, ajeti 27 ku thot: Kullu men 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që është në tokë ka mundësuar një ditë. E do të mbetet në fytyra qenia e Zotit tanë, plot madhëri e plot nderim. Çka të shohim këtë tokë na sot? E kanë parë dhe baballat tonë, e kanë parë dhe nanat tonë, e kanë parë dhe gjyshit tonë, e kanë parë dhe stërgjyshit tonë, e kanë parë dhe ato para neve. Ama për krejt ka qenë ajo se zhduket një ditë. Edhe për neve vëllezër të ndershëm besimtarë, një ditë do zhduket kjo botë. Po të mbetet qenia e Zotit Gjallëshan, madhria e Zotit Gjallëshan, nderi i Zotit Gjallëshan, do të mbetet me fjalë tjera krijuesi jon Allahu Dhul Jalal. Prej fytyrave të imamit në këtë emër është se jeta e Allahu Gjallëshan asesi nuk i ngjan krijesave të tij. Ose ajo jetë e jonë ndryshon. Jeta jonë jemi tri, jemi fëmijë, jemi pleq, harxhohet. Kurse jeta e Allahut Dhul Jalal kur nuk harxhohet. Asesi nuk harxhohet, as nuk vjetrohet, as nuk lodhet. Sepse ajo është jetë e krijuesit të gjithësisë, siç e ka thonë në surën El-Baqara, ajeti 255, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Ato nuk e kaplon as drenja, as gjumi. Nuk e zë gjumi ka pakë. Po asesi nuk e zë e kotnja Zotin Dhul Jalal. Gjithashtu, prej fryteve të imanit këtij emri të Allahu Gjallëshan mund të kuptojnë se kur njeriu kupton se është i gjallë me jetë për kryme, ai e din se në këtë rast është veç Allahu Gjallëshan. Askush tjetër përveç Allahu Gjallëshan nuk ka shans këtë jetë për kryme. Secili prej nesh kemi jetën e përkohshme, e kemi jetën me brenga, e kemi jetën me hallë, e kemi brengën me probleme të ndryshme. I vetmi është krijuesi Allahu Dhul Jalal, ai i cili e ka jetën pa brenga, pa hallë, pa dete, pa probleme. Gjithashtu, prej fryteve të imanit të këtij emri, e kemi atë se Allahu Gjallëshan botën tjetër u jep jetë përhershme banarëve të xhenetit, jetë e cila nuk ka me njoft plagje, lodhje, dëshpërim, shkatërim, sikur se kjo botë. Një hap, një derë, se sos një gale, na del një tjetër. Se e mqirë me një gale, del një tjetër. Se e mqirë me edhe një, del edhe një tjetër. Nuk nalën, dhe më thonë,
kjo jetë ashtu është e krijuar. Kjo jetë është kështu e falë vëllezër të ndershëm. Andaj lumja ai I cili e kalon këtë jetë, të I kalu këto sprova që I ka para Allahu Dhul Gjelal, para krijuesit të gjithësisë, sepse nuk jemi të rastësishtëm në këtë botë e cila është botë kalimtare. Bashkërisht lutim Allahun xhaleshanu që të jemi në bukur I Tij, El Hayy I gjalli, të mësohet thellë nga ne, ta kritikojmë jetën tonë, ta kemi thellë në zemrën tonë, ta kemi thellë në shpirtin tonë, dhe të reflektojmë që jemi I bukur thellë për ditëshmëri. رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك